Klinika të randevu veç për arsyen që është jam shumë natyral. Vetëm arsye është. Nuk e lodhim menën që për dalë për shtëpisë dhe për më vrejt a unë jam miell as jam miell. Që ku e ki ba blak? Natyral. Edhe jam shumë i lumtur. Dhimbtën e kom pas ma shumë para se me hy në opere. Dhimbta është kur isha vetëm pasyre, se isha pa flokë. Në momentin që më hi atë, as dhimbt, as hjeka, as kurgjajec. Me një dorë të leta e doktori, as zot, e dhe në rezultat. Fantazi. Zero dhimbt. Logjika e rezultatit është, sinqerisht nuk po e bëj pse i kom miell flokt në të randevu këtë mohabet ose këtë debat me juve që po shefni këtë video. Rezultati është kë, do me thonë mas 6 muaj. Deri këtu unë jam i kënaqur. Nëse çka që unë isha kon me flok jam i kënaqur, do të thonë maksimalisht. Po tash nalas se kemi mri maksimumin, se ka edhe 6 muaj tjera ku kjo e merr formën tamam këtë ç'është duhet të miell. Nëse këtu jam i kënaqur, imagjino mas 6 muaj sa jam i kënaqur. Për te naturaliteti është kjo çka po shefni. Një 6 muaj nuk shkova te berberit që i prej zakonisht flokët. Edhe kur shkova, sinqerisht nuk e vrej këtë që i kom të mjaftë. Para se me miell flokët, e kom pasat, është ta puna e profesionit si aktor, apo den. Do thësha, ja, do të bëkon natyrale, do të mas, apo den. Vetës atje kisha thonë mos i mjell, apo den. Po se vep të randevu, unë që tash e thon vetës kisha qenë një gomar i vogël që ku më vujt në të mëngjes se kur isha atë qelen këto vogla. E të mërë bo një flok mjelli, një ura hat. Të e marë parasysh profesionin tem, i besohet një mbjellje e flokut një klinike si që është randevu. Kryt kësaj klinike e falenderoj maksimalisht Albanin, e falenderoj stafin që jonë fantastik këtu, të rrënis prej pritës kur hynë të klinika, shikave që i bojnë PRP-t, doktorin e falenderoj për te i masi, se është ustaja asaj punë. Edhe i stërknashu me këtë stafin, me të randevu me këtë. Falenderit që më keni lullëzu me flokë.